Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama njoftoi se projekt buxheti i vitit 2026 për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale do të kalojë shifrën 1 miliard euro, duke përfaqësuar afro 4% të prodhimit të brendshëm kombëtar. Në fokus të këtij buxheti janë pacientët e onkologjikut, për të cilat për herë të parë do të hapet një linjë veçantë financimi prej 15 milion eurosh. Rama tha se ky është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të sistemit shëndetësor, që përfshin edhe rritje pagash për mjekët, infermierët dhe farmacistët. Kryeministri Edi Rama njoftoi këtë të premte se projekt buxheti për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale në vitin 2026 do të kalojë 1 miliard euro, duke përbërë rreth 4% të prodhimit të brendshëm kombëtar. Në një komunikim publik për rrjetet sociale, Rama tha se qeveria ka planifikuar të rrisëndjeshëm mbështetjen për sistemin shëndetësor me synim përmirësimin e shërbimeve dhe modernizimin e infrastrukturës mjekësore në të gjithë vendin. Një nga risitë më të rëndësishme që përfshin buxheti i ri është krijimi një linje të veçantë financimi për pacientët e onkologjikut, me një fond shtesë prej 15 milion eurosh që do të përdoret për trajtimin e pacientëve me kancer. Për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Sipas kreut të qeverisë, buxheti i ri synon të përfshijë dhe rritjen e pagave në sektorin e shëndetësisë, duke i dhënë më shumë dinjitet dhe motivim profesionistëve të bluzave të bardha. 4600 mjek, infermierë dhe farmacistë, si dhe 14200 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të re pagash, çka është edhe një mesazh i qartë për gjeneratën e re të bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet, dhe se Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu. Kryeministri shtoi gjithashtu se viti i ardhshëm do të shënojë nisjen e partneritetit strategjik me QSU-tën dhe spitalin prestigjioz San Raffaele të Milanos, një bashkëpunim që pritet të sjellë standarde të reja të trajtimit spitalor dhe zhvillimin e mjekësisë moderne në vend. Në 5 bashkitë, Vlorë, Berat, Cerrik, Madh dhe Tepelen, të dielën do të zhvillohet votimi për zgjedhjet e kryebashkiakëve të rinj, ku të drejtë vote kanë 334.539 qytetarë. Policia e shtetit ka angazhuar 612 punonjës për ruajtjen e objektivave zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve, ndërsa KQZ-ja ka shpërndar materialet për qendrat e votimit. Mandati i kryebashkiakëve të zgjedhur do të zgjasë një vit e gjysmë deri në zgjedhjet e pranverës së 2027. Sot shënohet heshtja zgjedhore, ndërsa të dielën 334.539 qytetarë do të drejtohen në qendrat e votimit për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj në 5 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet: Vlorë, Berat, Cerrik, Madh dhe Tepelen. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka shpërndar tashmë materialet zgjedhore, ndërsa në çdo qendër votimi janë vendosur masat e sigurisë për një proces të qetë dhe të rregullt. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për ruajtjen e zgjedhjeve, duke angazhuar 612 punonjës, të cilët do të kujdesen për 9 objekte ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 473 objekte që shërbejnë si qendra votimi. Autoritetet bëjnë thirrje për denoncimin e çdo tentative për manipulim të votës, duke garantuar një proces transparent dhe të sigurt. Ky cikël zgjedhor karakterizohet nga një fushatë më pak tipike, pasi kandidatët kanë zhvilluar aktivitetin e tyre pa protagonizmin politik, ndërsa liderët e dy partive kryesore, Rama dhe Berisha, nuk kanë marrë pjesë në mitingje apo takime publike. Në Bashkinë e Vlorës, kandidati i Partisë Socialiste Brunilla Mersini do të garojë përballë dy kandidatëve të mbështetur nga Partia Demokratike dhe një kandidati të tretë nga Partia Demokratike. Në Berat, Ervin Ceca nga Partia Socialiste sfidon Pavlo Shkarpën, ndërkohë Bashkia e Matit ka një garë treshe: Altin Bojni nga PS, Suzana Pasha si kandidate e pavarur dhe Eduard Brahilika mbështetur nga PD. Në Cerrik, Florence Doka nga Partia Socialiste përballet me Armaldo Hoxhën, kandidat i pavarur mbështetur nga Partia Demokratike, dhe Eligert Hima nga Lëvizja Shqipëria Bëhet. Në Tepelen, Partia Socialiste propozon Gramosako,
ndërsa Gabriel Guma, kandidati i pavarur, ka mbështetjen e opozitës. Mandati i kryebashkiakëve të zgjedhur do të jetë 1 vit e gjysmë, ndërsa do të mbahen zgjedhjet lokale në pranverë të 2027-s, duke dhënë një panoramë të qartë për drejtimin lokal në vitet e ardhshme. Në total, numri më i madh i votuesve është në Vlorë me rreth 172.000 qytetar, ndërsa në Tepeleng qytetarët me të drejtë të vote janë 12.600. Ky raund zgjedhor do të jetë një tregues i rëndësishëm i preferencave lokale dhe potencialisht i tendencave politike për periudhën e ardhshme në vend. Partia Demokratike denoncon aksionin e qeverisë për shëmbjen e ndërtesave pa leje në liçenin e Farkës, duke e cilësuar si një show të rrallës. Sipas Partisë Demokratike, ministri e Koçiur nuk prek ndërtimet luksoze në qendër të kryeqytetit, ku sipas saj bëhet pastrimi i parave. Partia Demokratike kërkon hetimin nga SPAK mbi lejet e ndërtimit, burimet e fondeve dhe lidhjet e zyrtarëve të lartë. Në një reagim për mediat, zëdhënësi i antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli deklaroi se aksioni për shëmbjen e ndërtimeve pa leje në liçenin e Farkës është vetëm një spektakël për sy e faqe dhe nuk reflekton një luftë reale ndaj ndërtimeve të palishme. Sipas saj, nëse aksioni do të ishte i sinqert, Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Territorit Koçiu do ta kishte nisur ndërhyrjen në qendër të Tiranës, aty ku po ngrihen kulla dhe ndërtime luksoze që shërbejnë si lavatriçe për pastrimin e parave. Pak ditë më parë, Ministra e Brendshme Albana Koçiu, shoqëruar me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, drejtorin e përgjithshëm Policisë Shtetit, drejtoreshën e IMT, inskenuan një tjetër show publik në liçenin e Farkës për treguar për kushtimin e qeverisë kundër ndërtimeve pa leje. Nëse ky aksion do ishte real, ministra Koçiu duhet kishte filluar punën e saj vetëm disa metra larg zyrës cilës drejton, pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku ngrihet kull pas kulle. Vangjeli shtoi se qeveria nuk guxon të prek të ndërtime në qendër të kryeqytetit, duke i lënë të paprekura, ndërkohë që në liçenin e Farkës ndërhyrjet shihen si të qëllimshme dhe mediatike. Le të fillonte me lejet e ndërtimit apo katet pa leje të Tiranas Rock, Book Building, Met Building Tirana, Ice of Tirana, West Residence, Kulla Pyll, Kubi i Bllokut, Baun Tower e shumë të tjera. Pa harruar rezidencat luksoze se Tirana Festival City, Square 21, Fiori di Bosco, Tirana Splendor e 10 projekte të tjera gjigande që kanë rrethuar kryeqytetin me beton dhe parat pista. Sipas të dhënave të Partisë Demokratike, vetëm në 7 vitet e fundit janë dhënë leje ndërtimi për rreth 12 milion metra katror sipërfaqe banimi dhe komerciale, shumica e të cilave ndodhen në zonat më të lakmuara të Tiranës. Kullat të reja nisën të ngrihen njëra pas tjetrës. Sot, 1 metër katror në këto godina shkon deri në 5.000 euro, një çmim sigurisht i papërballueshëm për banorët e thjeshtë, të cilët nuk kanë vend në to. Prandaj, shumica e tyre janë bosh. Tregues i qartë i pastrimit parave që po ndodh në sy të të gjithëve. Partia Demokratike i bën thirrje SPAK-ut që të nisë hetimet mbi disa aspekte kryesore, lejet e ndërtimit, të dhëna dhe zbatimin e punimeve sipas tyre, burimin e fondeve dhe skemave të mundshme të pastrimit të parave, që qëndrojnë sipas projekteve, si dhe lidhjet e ndërtuesve me funksionarët e lartë shtetëror. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin e Erion Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës dhe ndalimin e zgjedhjeve të përjetshme, këshilltari ndërkombëtar i tij Daniel Fetterman e përshëndeti vendimin si një triumf për qytetarët dhe shtetin e së drejtës. Vëzhguesit e shohin këtë si një moment kyç për forcimin e demokracisë në Shqipëri. Vendimi i gjykatës kushtetuese që rikthen Erion Veliaj në detyrën e kryebashkiakut të Tiranës dhe ndalon zhvillimin e zgjedhjeve të përjetshme në kryeqytet është përshëndetur gjërësisht nga avokatët që e kanë përfaqësuar. Daniel Fetterman nga Kazuic LP, këshilltar ndërkombëtar i Veliajt, përmes një deklarate të firmës së tij dhe bashkëpunëtorëve, e ka konsideruar vendimin si një fitore të jashtëzakonshme për sundimin e ligjit. Ky është një triumf i jashtëzakonshëm për Erionin, por jo vetëm për të. Është një fitore për të gjithë qytetarët e Tiranës dhe një fitore për shtetin e së drejtës dhe demokracinë në mbar botën. Vendimi është parë nga vëzhguesi si një gur kilometrik për Shqipërinë në përpjekje për të forcuar angazhimin ndaj shtetit të së drejtës. Ai nënvizon rëndësinë e ruajtjes së parimeve demokratike dhe mbrojtjen e institucioneve nga ndërhyrjet e jashtme ose vendimet e trupave ekzekutiv që mund të minojnë procesin. Veliaj mori pjesë në seancë për herë të parë që pas arrestimit dhe mbajti një fjalim para trupit gjykues ku u bëri thirrje qytetarëve të mbronin demokracinë, duke theksuar
treguar se ajo po vijej në provë. Ky moment është interpretuar si një shembull i përpjekjes për të ruajtur besimin qytetar në institucionet e drejtësisë dhe në proceset demokratike të vendit. Vendimi i gjykatës jo vetëm që i riktheu Velia i drejtimin e Bashkisë së Tiranës, por gjithashtu ndikon në mënyrën direkte të stabilitetit politik dhe administrativ të kryeqytetit, duke shmangur zgjedhjet e pjesshme dhe duke i dhënë mundësi kryebashkiaku të vijojë realizimin e projekteve për qytetarët. Ecimet të tjera e zhvillime, një aksident i rënd në aksin Lezhë Milot ka marrë jetën e 2 personave, një shoferi 66 vjeçar dhe një pasagjeri 52 vjeçar. 2 automjete u përplasën rreth orës 01:30 të mëngjesit, ndërsa shoferi 33 vjeçar i dyshuar për shkak të pozicionimit gabuar në Karexhat dhe Dejes u arrestua. Hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes vazhdojnë ende. Orët e para të mëngjesit të së shtunës solli një tragjedi në aksion rrugor Lezhë Milot, ku një përplasje e fortë mes 2 automjeteve rezultoi me 2 viktima. Ngjarja ndodhi rreth orës 01:30, ku një mjet i drejtuar nga një 33 vjeçar dhe një tjetër nga një 66 vjeçar u përplasën. Si pasojë e aksidentit humbi jetën shoferi 66 vjeçar dhe pasagjeri 52 vjeçar që udhtonte me të. Sipas hetimeve, praprake në vendin e ngjarjes, aksidenti mund të ketë ndodhur si rezultat i kombinimit të disa faktorëve, kushtet atmosferike me rreshje të dendur shiu, duke se ndikua në uljen e kontrollit mbi automjetin. Përveç kësaj, pozicioni gabuar në Karexhat i mjetit të drejtuar nga 33 vjeçari ruajti rol vendimtar. Testi i alkoolit i kryer ndaj tij rezultoi pozitiv, duke treguar se ndodhej në gjendje të dehur. 33 vjeçari u arrestua menjëherë pas ngjarjes, ndërsa grupi hetimor i policisë po vazhdon veprimet për sqarimin e plotë rrethanave të aksidentit, duke përfshirë edhe shkallën e përgjegjësisë dhe çdo faktor tjetër që mund ta ketë shkaktuar tragjedinë. Ngjarja rikujton rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor, sidomos në kushte atmosferike të vështira, dhe nxit nevojën për kontrolle më të rrepta ndaj drejtuesve të mjeteve në gjendje të ndehur. Policia e Tiranës arrestoi Altin Çelamin, 46 vjeç, ish ushtarak i kapur me armë zjarri, municion dhe sasi kokaine. Ai përdorte taksinë e tij për të shmangur kontrollet, ndërsa armët dyshohet se do të shiteshin grupeve kriminale. Çelami akuzohet për mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe prodhim dhe shitje të narkotikëve. Një aksion i kuduar Gun Expert i zhvilluar nga Komisariati numër 4 i Tiranës çoi në arrestimin e Altin Çelamit, 46 vjeç, ish ushtarak i cili dyshohej se merrej me aktivitetin kriminal të organizuar. Hetimet të kryera me metoda speciale zbuluan se Çelami përdorte taksinë e tij për të shmangur kontrollet e policisë, duke e bërë më të vështirë ndjekjen e tij nga autoritetet. Gjatë kontrollit të automjetit në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi 4 pistoleta me municion luftarak, një sasi kokainë, pjesë të ndryshme arme dhe vetëm mjetin. Materialet u ruajtën si prova materiale dhe do të përdoren gjatë procedurës ligjore. Sipas uniformave blu, armët dhe droga dyshohet se do t'i shiteshin grupeve kriminale, ndërsa hetuesit vijojnë punën për të identifikuar dhe kapur të tjerët që mund të jenë të përfshirë për këtë aktivitet. Altin Çelami akuzohet për vepra penale, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve dhe prodhim dhe shitje të narkotikëve, ndërsa rezulton se ka pasur edhe më parë implikim në veprimtari të ngjashme të paligjshme. Arrestimi i tij konsiderohet një goditje e rëndësishme ndaj tregut të palishëm të armëve dhe drogës në kryeqytet. Në Sarandë janë sekuestruar pasuri me vlerë rreth 12 milionë euro që dyshohet se rrjedhin nga aktivitete kriminale. Ato janë prona në pronësi të Kristi Qiriçit, i njohur dhe si Etmir Hoxha dhe Adratik Kalemit, të dy me precedent penal në fushën e trafikut të drogës. Hetimet janë zhvilluar nga specialistët e krimit ekonomik në Vlorë në bashkëpunim me Prokurorinë e Sarandës, ndërsa vendimi për sekuestron është lënë në fuqi edhe nga gjykata e apelit. Një operacion i zgjeruar i policisë së Vlorës dhe prokurorisë së Sarandës ka çuar në sekuestrimin e pasurive me vlerë rreth 12 milionë euro që dyshohet se janë përfshirë nga aktiviteti kriminal në fushën e trafikut të lëndë me narkotike. Në qendër të hetimeve janë 2 persona të njohur për drejtësinë, Kristi Qiriçi, 43 vjeç, i njohur edhe me emrin tjetër Etmir Hoxha, dhe Adratik Kalemi, 53 vjeç. Sipas hetimeve, të dy dyshohet se kanë investuar të ardhurat të përfituara nga veprimtaritë palishme në biznese, pasuri të paluajtshme dhe mjete luksi në disa qytete të vendit. Në pronësi të Kristi Qiriçit janë sekuestruar 2 hotele luksoze në Sarandë, një 6 katësh dhe 37 dhoma dhe garazh 440 metra katror, si dhe një tjetër 4 katësh me 15 dhoma dhe lokal. Ndërkohë Adratik Kalemi ju sekuestrua një lokal në Sarandë, një apartament në Tiranës me sipërfaqe 78.4 metra katror, një parcelë ndërtimi 10.12 metra katror, një dyqan 103 metra katror, një art 800 metra katror, si dhe pasuri të tjera në radhim të Vlorës dhe në Memaliaj, ku përfshihet një trua dhe prona ndihmëse. Pjesë e
sekuestrimit janë gjithashtu një mjet lundrues, 4 automjete dhe 12 llogari bankare që dyshohet se janë përdorur për të fshehur qarkullimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës. Hecimet janë kryer nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik e financiar në drejtorinë e policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorinë e Sarandës me akuzën e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Burimet nga grupi hetimor bëjnë të ditur se ndaj 2 të dyshuarve ka pasur indikacione për transferim të fondeve jashtë vendit, ndërsa pjesë e hetimeve është verifikimi i lidhjeve të tyre me rrjetet të trafikut ndërkombëtar të narkotikëve. Vendimi për sekuestrimin e pasurive është miratuar nga gjykata e shkallës së parë e Sarandës dhe më pas është lënë në fuqi nga gjykata e apelit, duke konfirmuar besueshmërinë e provave të paraqitura nga prokuroria. Autoritetet theksojnë se hetimet do të vinë me qëllim konfiskimin përfundimtar të pasurive nëse vërtetohet origjina e tyre kriminale, si pjesë e luftës kundër pastrimit të parave dhe goditjes së ekonomisë së krimit. Pas 3 vitesh në Arati, autoritetet britanike ekstraduan drejt Shqipërisë 33 vjeçarin Mikel Hoxha, i dënuar me 5 vite burgim për plagosje të rënë me dashje dhe armbajtje pa leje. Ai është arrestuar në Manchester pas një bashkëpunimi me policinë shqiptare dhe asaj britanike. Hoxha, nipi ish deputetit të PDU-s Dritan Bici, ishte dënuar më parë me 17 vite burg për vrasje me paramendim, por dënimi i ul nga gjykata e apelit në Durrës. Një 33 vjeçar i dënuar për plagosje të rëndë është ekstraduar nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri pas disa vitesh në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për Mikel Hoxhën, i cili është kapur nga autoritetet britanike në qytetin e Manchesterit dhe u dërgua natë dhe këtë të shtunë për të vuajtur dënimin. Ekstradimi u realizua pas një bashkëpunimi mes Interpolit shqiptar, policisë britanike dhe prokurorisë së përgjithshme në kuadër të marrëveshjeve të ndërsjellta për ndjekjen penale të personave të dënuar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, Mikel Hoxha ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar pas vendimit të gjykatës apelit Durrës, e cila në vitin 2021 e dënoi me 5 vite burgim për plagosje të rënë me dashje dhe armbajtje pa leje. Në fillim gjykata e shkallës së parë e kishte dënuar me 17 vite burg për vrasje me paramendim, por më pas vepra u riformulua në plagosje të rënë me dashje duke ulur ndjeshëm masën e dënimit. Ngjarja me të cilën ai u shpat fajtor ndodhi në qytetin e Gramshit, ku pas një debati për motive të dobta, Hoxha plagosi me armë zjarri në kofsh shtetasin Admir Haruni, duke i shkaktuar lëndime serioze. Incidenti ndodhi në afërsi të komisariatit të policisë së Gramshit, ndërsa autori arriti të largohej me një herë nga vetngjarja. Hoxha, i cili ishte nipi i deputetit të PDU-s Dritan Bici, qëndroi për vite me radhë në Arati jashtë vendit, derisa u lokalizua dhe u arrestua nga autoritetet britanike. Policia shqiptare njofton se ekstradimi i tij u krye me sukses dhe 33 vjeçari tashmë ndodhet në institucionin e vuajtjes së dënimit për të përfunduar pjesën e mbetur të burgimit sipas vendimit të formës së prerë. Autoritetet thonë se rasti Hoxhës është një tjetër shembull i bashkëpunimit efektiv ndërkombëtar në luftën kundër krimit, veçanërisht në ndjekje të personave që përpiqen të shmangin drejtësinë, duke u strehuar jashtë Shqipërisë. Ecime të tjera zhvillime, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka lëshuar një paralajmërim të qartë politik nëse kandidati i lëvizjes vetëvendosje Klau Konjufska nuk merr votbesimin në kuvend për të formuar qeverinë e re, vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të reja në muajin dhjetor. Sipas Kurtit, fati i zhvillimeve të ardhshme është në dorën e opozitës, e cila do duhet të vendosë nëse do të votojë për qeverinë e Konjufskës apo do t'i hapë rrugë një procesi të ri zgjedhor. Kreu i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për mediat vendese foli për situatën e re politike që është krijuar në vend pas mandatit të Glauk Konjufskës për formimin e qeverisë. Kurti tha se opozita ka në dorë rrugën që do të ndjekë Kosova në muajt e ardhshëm, duke theksuar se nëse Konjufska nuk merr mbështetjen e kuvendit, zgjedhjet e reja do të mbahen në dhjetor. Opozita ka në dorë për të zgjedhur rrugën e mëtejshme, ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufska 1 drejt zgjedhjeve në prill. Secila prej tyre për ne është e pranueshme, deklaroi Kurti, duke lënë të kuptojë se vetëvendosja është e përgatitur për çdo skenar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, me gjithë kundërshtimet e partive opozitare në orët e vona së martës, zyrtarizoi vendimin për t'i dhënë mandatin Glau Konjufskës që të formojë qeverinë e re të Kosovës. Konjufska vjen si mandatuari i dytë pas Kurtit, i cili nuk arriti të krijojë një shumicë të mjaftueshme për të formuar kabinetin e ri qeveritar. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Konjufska ka një afat për 15 ditësh për të paraqitur para kuvendit përbërjen e qeverisë dhe programin e saj politik. Për të zgjedhur kryeministër, ai duhet të marrë mbështetje në të paktën 61
1 deputetëve që përbën shumicën e thjesht parlamentare. Në rast se qeveria e Konjufskës nuk arrin të votohet, vendi do të përballet me zgjedhje të reja në fund të dhjetorit, duke futur Kosovën në një periudhë pasigurie politike, ndërkohë nëse Konjufska arrin të krijojë qeverinë sipas Kurtit, zgjedhjet e ardhme do të mbahen në prill, ku pritet edhe të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Kjo situatë politike ka kthyer debat mes mazhorancës, opozitës për legitimitetin e vendeve të fundit dhe për rolin e presidentes në procesin e mandatimit. Në arenën politike kosovare, vëmendja tashmë është e përqendruar lëvizjet e partive opozitare, të cilat do të përcaktojnë nëse Kosova do të jetë një qeveri e re apo do të shkojnë në zgjedhjet e parakohshme brenda këtij viti. Të nderuar teleshikues, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 9 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot të vranët dhe rreshje të herpashershme në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të sjellë shira të dobëta dhe vranësira në zonat veriore dhe verilindore, ndërsa pasditja pritet të shënojë rreshje më të dendura në pjesën perëndimore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius në Bregdet. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 3 deri në 4 orë diell. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit her pas here do të jetë më e fortë. Deti do të jetë mesatarisht i trazuar me dallgëzim 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 nëntor do të jetë në orën 6:15, ndërsa perëndimi në orën 16:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 13 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 14 deri në 19 gradë Celsius. Berat, 13 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 16 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 nëntor 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të freskëta me mot të vranët dhe rreshje lokale në disa zona qendrore dhe juglindore. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje të herpashershme, ndërsa në pasdite priten intervale me kthjellime të dobëta në disa zona jugperëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 9 nëntor do të jetë në orën 6:12, ndërsa perëndimi në orën 16:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 7 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Pej, 9 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 7 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 9 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj, 7 deri në 15 gradë Celsius.
Kaçanik, 8 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 7 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 13 gradë Celsius. Kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ishte gjithçka që kishim përgatitur. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.